Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndetje miq, temi ku do që jeni. Ndodhemi sot në fshatin Skifteraj, komuna e Vitis. Si është si fshat, për çka njihet, si janë banorët, këto dhe shumë të tjera do të mund t'i kuptoni vetëm pas pak. Qëndroni me neve. Hajde të shofëm çfarë jete bëhet në këtë fshat. Me fillim, duhet me cek shefeni. Pastërti gjithandej. Ju lumt banorëve, ju lumt. Kjo pra është. Nuk hezitoj me thonë, në fillim të fshatit, si të shoh pastërtin, zemra më rritet. Ju lumt. A jam të i po dy vojza për qeshen. A dënë një qiteta pak në kamerë? E kemi kohën shumë perfekt, ditë pranvere mund dhe me thonë, unë e kështu kalojmë pranverë, së këqyrin një muj para, propa, me një herë, si dalë në rrezet e diellit në pranverë. Kështu që kohën e kemi shumë të mirë, të përshtatshme, vlen të cekët është tipik fshat, kur e them tipik fshat, e them në kuptimin se, kujdes, e them në kuptimin se ka ndërtime nga më të vjetrat deri tek ato më të reja. Shifeni muret se si kanë qenë dikur, kam bet kështu se di brenda u burrit është shtepi banimi apo jo. Tjetra vlen të theksohet se ka shumë lëvizje gjatë gjithë kohës, me që edhe është rrugë kryesore. O andi lem mu fokus fshatin. Shefeni pastërti, ha, asë në shpet që ka që posër se mojmë, në salon. Ju lumt. Po më botë shumë qefi, me të vërtit. Marketi duket me qenë mbyllëm, shtepit e bukura, o borre, pra, këtë e gjenë dhe shenë vetëm të shqiptarët. Populli ma i miri. I kem ato të metat edhe na, po për mësysh. Hajde po shpresoj me taku banor, të shofëm, do vazhdojmë kështu me komentim, po ashtu edhe me pamje nga fshati, sa më shumë. Ja vlen që kemi ardhur sot në këtë ditë, me bogjirime sa i përket fshatit Skifteraj, ondi e di që po habitem edhe po eci shpejt, por që tërhek ma vretjen, e s'ma nga dolje. Këto orat jem punu, po m'duket ta? Gruri, Po, është mbjell gruri, shumë bukur. Por se për çka njihet ky fshat, nuk ja kam idenë, kujdes. Do e kuptojmë minutat në vazhdim, po besoj. Sera, sa sera i paska, një 5-6. Por që tashme veç kanë fillu ato përgatitjet për pranverë dhe me i bo mbjelljen. Dëmote patate speca. Dëmote patligjona. Trongu i kastraveca. Jem të i po 2 banur atje, nuk e di se ana pranojnë. Po pare se me shku tek ata 2 banur që jem të i po ndalna, jem të i po një lapidor. Nga larkë po e lexoj. Ushtria çlirimtare e Kosovës
Hoxhionuz Zejnullahu, Brigada 138 e Agim Ramadanit, lavdi gjithë dëshmorëve, cilët e dhanë jetën për lirin që ne sot e gëzojmë. Ondi derisa i merr pamjet, unë po nisem drejt shtëpisë ku jem të i pa banorët. Hajde po vazhdojmë. Shefeni sa shtëpit e bukura. Fshati është me një pozitë shumë të mirë gjeografike. Sheni, është i përbërë nga viset malore. Edhe kjo shtëpia shumë e lezetshme. Gjithçka perfekt. Ondi mundoh sa më shumë pamje. Leje durin, fokus shtëpit. Mërgjimtarët kanë dëshirë me i pa shtëpit. Më ka shku një ditë njoni se ju kishë bo shumë qefi. Jo që e kom ditë po, ashtë pahiri, ja kemi kap shtëpin edhe ishë ndi shumë mirë. Sa do pak janë gjallëm një nostalgji njerëzve nëpërmjet pamjeve që i sillëm çdo ditë në fshatrat e ndryshme. Infrastruktura është perfekt. Trotuar, edhe në pjesën tjetër trotuar, asfalti është nivel gjithçka perfekt. Deri me tani, vetëm kujdes. Deri me tani është gjendje shumë mirë, shumë bukur, veç me taku banor. Kapi këto 3 shtëpit e bukura. Ju lumt, ju ka të them shqiptarët janë shumë të zotë dhe punëtorë dhe shefeni. Kemi arrit me u ndërtu si ma mirë zbën, edhe nga pas lufta, pra, edhe për kundër se çka kemi përjetu, e kemi marrë vetën, kujdes, e kemi marrë vetën edhe ja. Perfekt. Shefeni lëvizje nga pjesa makinave kemi gjatë gjithë kohës, banor nuk po takoj mende. Ne po shkojmë ma tonë fshatit, ma në qender, edhe po provojmë me gjithë dike që me na tregu. Më vjen keq me orë me një fshat, me pasqyru, edhe me na mungu shumë informacione, gjë që ne nuk i dim, ose veçori që i ka fshati. Erdhem në qendër të fshatit, mund të më thonë lirshëm, ondin malan andej, unë mbet taknej, pse na ndot, kush na ndau, e na mallkoj. Shefeni, ju kot e thash, është tipik fshat, një fshat interesant kë, skifteraj, këtë në komunën e Vitis, shtëpi, mure, nga guri, shumë të lezetshme duken. Atje jem të e po një tëm, apo qesim flinja. A jën të djeg mbetorina, nuk e dim, ne gjithsesi po afrohemi. Që ke dirë kë ka për mu? E vogël, ja, të ka lejsa. E them gjithmonë, në fshatra duhet me i rujt këto si monumente, këto ndërtimet e vjetra, na karakterizojnë tamam shqiptar që jemi, edhe kuën se si kemi jetuar dikur, të shtoni jo se jam e re, por që të parët tanë, të parët tanë. Pak këtu ka një plasaritje i qik të vogël asfalti, i tu të brezëgjt, pa, kushi me misër, ashtë kushi, ja qelova, kushi, kalamaq. Drenici të në kalamaq. Dikush e thëtë shtolbi. Mbetorina pas kanë djek. Ashtë dikush omte se ti je një 3 hapa para meje. Wow. Shefeni ta më një jetë e fshatit sona. Sona. Apo? Mirë. Sejra. I shkërt na del edhe në i qenë. Pajisjet bujtësore. Pas ka zotnia kretë këtë territor të vetin, i pas ka lonë gjitha, se në shpit vetë ma njëri që a dumbën. Jem të i pa shkronjat e artat të uqekës. Atje lartë gjithsesi do i marrë medrën, se duri nuk mundet ati më shku, do shta dhe munden, po s'po di. Asi jam me Ramazan, a? S'po shkojnë, asi jam me Ramazan po shkojnë. Të shofëm, betet me u pa. Edhe ato pika që nuk mundemi me i shkel na, me kamerë do i keni me drënë.
Sa shtepi e bukur. Unë kështë e pas kam pjesë, e pas ka me një pjesë shumë të bukur. Hejra, koqas pas ka. Edhe këto shtepi të bukura. Gjithandej ka shtepi të bukura. Puna mbar! Ajni lodh! Si jeni? Ajni mirë? Që e mirë? Që e të punu? Si je, Dorontina? Aje lodh, aje mirë, qësh po kaloni? No, ju? Që e mirë dhe na, apo afrosh veç pak se nuk në dëgjohet zoni mirë. Shka po do? Që talë që kënej, për fshatin me ju pytë. Fshati për çka njihet, se është i banuar, se më të taku hiç banor. Më laj s'ka shpras kejt. Kejt janë jashtë, kejt në Gjermani, në Zvicër. Gjitha këto shtepi që po i shohëm, jenë me dryja. Gjysa. Gjysa? Gjysa janë në Ramazan edhe. Po të flejt jenë tash, ta? Ju a jeni me Ramazan? Ka njerë po, ka njerë jo. Sot po më duket nuk jeni, a? A? Sot nuk jeni, Ja, a? mirë për marë që vesh po. Shka më? Jo, kuptoj edhe në diçka. Kajt jeni ja. Unë jam nga Istogu. A, i sto. Po, kom dalë sot me gjeru fshatin Skifteraj. Si kam bete emri, a din me na tregu? Ja, vallaj s'di, janë mund veç në vetë bade hava, une. Po, Gati asë si më rritë këtu. A jeni i ardhëm këtë fshata? Une jo me ardhë këtu, në budrik jam i lemë. E pse keni ndru fshatin, pse keni ardhë këtu? Ma mirë në karo. A ju karo ma mirë? Qaja kryesorja. Qëfar jetë po bëhet këtu, qka po nëni, a qka po një, me qka mirë? Kur gjë heq, bash kur gjë. Veç nej. Veç po rri, une po rri e qertë, punoj. Që të more juve kështu veç të nejtë? O, vëlle, për qef, mira. S'ka të zotë kësi moti, a? Ja. Sa vjeti bune? Une, Po, gati të vetë. mashallah. Po tu kështë me i pas një 70 kështu. Ja, ma i ri kalzaj, po. Je po, kalzën maj. Edhe kur të hek këtë kapelen, Po. për kapeli është kjo? E kone i emër, a veç kështu? Ja, veç ashtu e ko maru vetë. Vetë? Po, Sa dhe bën kapela? A ma maron edhe mu? Ja, s'po të maroj se Pse? shtrajt kështan. S'kom vite, hi kredi une, Ja, pa buj. ne shkredi, Po, ashtu po. une e kam rrugën e madhe. Po, A dole? sa- Mos në gotë. Sa unë e knena, po. Sa t'i knina? Ja, i kajto. Me penzion a pse sa t'i knina? Se po më thu sa unë e knina? Po, bol 150 euro penzisha, vëdë që. Ja, bro, në 150 veç prezinca jem. Ashtu, po. Po bojmë pak hajgore. A njihni me gjithë banor të fshatit? Vallaj, unë e jo për veti. Nuk i nje. Ja. Frikën e imi orë. Që sa viti në orë këtu? Po i ka gati 20 vjetë, po në për gurbete, në për... Frekon, me ndua mësë një orë vitin e kalun. Jo. Kjo e mas luftës. Mas luftës. Ka shke shtëpia juve? Në bukoj një shtëpi të moba. Po nom do këtë, po. E kam po jetan? Fillet. Se? Pse, Ki fmi? po, thmija kanë ikë, kanë shku në Gjermani. Gruja ka dekë, une vetë. Sa po është e vështirë me jetu vetë? As po më viket kërkosh, as... Që unë erdha me të vizitu? Ja, ti me vizitu, po, mo... Une po... Kërkosh po më viket, Në me shmull thonë. pak, a të Me mull? thonë, ja puno, ja hercja. Se? E si po ja bon? Qysh po ja del me jetu vetë? Apo mund është më kujtes për vite? Për qef, mirë, shumë. Apo vjen erë i kush me të vizitu? O, vjen kërkosh me E vizitu. djemt? S'po dojnë, as gjemt, as qika. As verës nuk vina? Eq. Po më thujnë kusht ka faj. E me mni, kur të mni në tënë. E ti apo shkën erë me vizitu ata? Po, shkoj kanë. Shkoj kanë e vizitoj. Shumë. Shka Sa më, fëmi ki krejt? kom 5 qika në gjallë. Mashallah, pas ke një hastret. Po, veç gjallin asret. Ve qika, kejt gati i kom Se këtu të qika. një djalli gjalli. Po, di pse, E keni një tekst shumë të lezetshëm. i del zot qëti veni. Se qëtër kur gjithë. E kështë tash me të pytë mëse i paske 5 qika dhe një djallë. A ju takon për shambull vojzave me ju jep hise? Po,
Si t'ja hapmi, këtë vjetë takon. Që s'ja hapmi, po shqyqër nuk janë zara asë një. Jo, janë zërë, jo, po kështë me i taku, qka me ndënë? A, i takon. Se na nuk e kemi kështë, se kemi bo shprehi me i ndohi se edhe qikave. E, po, hoqë t'i kanë fajat. Kosh? Hoqëa. Hoxha? Po të imësu zbon, kështë zbon. Po, prindrit nuk do të me unë diku nga hoxha, s'dohet, se po. cili fëmis dvet. O, po në shë me full ma shumë. Jo, jes po folëm, jo keq, unë s'kom qa me full. Na i hajgore, diçka për fshotin, kështu diçka kesh, ja. Nuk bën. Jo, kesha me full. Mirë janë krejt. Me hongër me pi po, mu shëtit po, që të sanë shavyl. E ju pas keni dalë me punu këtu mi hek do thera. Të thera t'i jeki se... A më bon da i sen kështë në i baktia diçka munesh, a ki diçka që më bon? Në i lup. Ja. Heq, as pula, as gjela. Asë një, kejti kumët. Kush mi këshyrën, po shkoj ka nërë në Gjermani, kujnë me aleon. Sa shpesh po shkën në Gjermani? Shkojnë 2-3 muaj. Shkoj që shpesh? Po. Shka me po. Po ju përshëndes. Faleminderit shumë, zotit ta dha shëndetin. Faleminderit shumë për kohën. Shefe një fshati, sa i madh që është, sa i bukur që është, a e pjesa ndej perfekt. Por ende nuk kemi marrë informacione se sa është si fshati banor, apo i braktisër, apo qka punujnë, qka bojnë, atje propa me, si që po e sheni edhe po e ndëgjoni një atmosferë, apo shkojmë t'ju bashkohemi vallëzimit me ta. Hajde, sa shtepi e bukur, ha? Sa shtepi e bukur kje po thëmë. E pas kanë edhe rjedhjen e ujtë, gjithë ky fshat mos me taku banor. Edhe në për ato shtepi që po du me tentu me hy, nuk po duken që jetën dikush, pula që të paska. Basa mba zhurën bre djallë tash. Lem po është zotën ndertet mija, nervoz teme. Hajde mërë po thirëm shtë, oj, zoti shpis! Kam qenë bukur mati në viti, por që s'ka mërmalli pakës. Më kom duket vetën një 3 herë e kështë, ma shumë ju, per atë sa jem kom kalu shumë mirë. A na dollë knejt ashta? U shku i ka lajmru të shpis. Që t'ma more nonën ka mirë? Që t'ma nonën ka mirë? Të e bo pasullin, një boft mirë. Kafe që t'ma qoke, vogel. Qa e milë. Qëta shemi hi në borre, zia s'ka jem hyna, a jem në rrugë kryesore, a në për o borre. Në fakt jem në një borë, por am qetë dikon, jo. Kur nuk po takoj banor, po më duket vitja është si hajnë të një kështë ka dalë. Po më duket që kemi shenja të shiut, pra pa nej pak e ka ersu, edhe që e na duhet edhe. Dini me na tregu diçka për fshatin Skiftiraj. Ti vesh të disha në tonë. Për qa njët ky Gjatë fshat? mu bashkë? Jo, ne po ta qef që ju takuva. Bo Po qefi. qefë, S'ka lidhje. Për shka njët fshati Skiftiraj? Sa është fshati banor, sa Qa është lyte për praktisur? Që e pyetjet, a jetu mi ndëgju pyetjet? Po, Sa është fshati Për kaj banor? tjeni jo? Unë jemi i Stogut. Shto vire kë? Hajde se s'ka rëndësi të hojtjim, po për fshatin të regëm. Shavat fjallë. Sa është fshati banuar? A e kam braktis fshatin? Kanë praktik i dege. Cila ka qenë arsyeja? Gjithë për gjithëse. Shtepi pas ka shumë, Shumë. plët shtepi. Amo do jenë të shfrasta dem, me banon, ka për në. Fshati po duket i bukur. Pse me braktis këtë fshat?
Ma mirë për do këtë ka dalë vitin. Vitin e Ferizaj ka shku ma mirë për pëlqen. Kur është ndërtu fshati kështë së fundi? Fshati që ka i zhvillum? Mirë. Para luftës pak, ato dhe mas luftës. A ka diçka që mungon brenda fshatit? Që mungon? Për shembull, rrymin e keni? Shqelëci. Ujësjellëci e keni? Shqelëci në përna. Nuk punon. Jo. Si ja bëni? Çka furnizoni me ujë? Ndonë sa që ashtë për shpije. Për shpije Do marrin. thonë shkollë s'ka. E marrin. Shkolla ka, ama ujë të shpije. A nuk pijet është, po. Kanalizimin e keni? Kanalizimin, po, edhe kanalizimin ka shqip për një farë kanalizimit jo të mirë. Po, apër të i dykon mirë. E tash me banorët, a njini me gjithë, a jini një gjak, një fes, a martoheni me zvete, apo se? Smartohë. Nuk martoheni. Jo. Njini me gjithë, a? Në ka, laj. A më mahal, a mos smartohë. Qysh kaloni me zvete, me banorë? Mirë. Keni në herë në i grindje kështë ndë një kështë kuptim, a mos marrveshje? Ka pas një vergrisë, për më jenë dalë, prashtë i vesh, në i thrimet kështë të vogë, se jo. Në i fjallë kështë të fackel. Rini, sa ka mbet brenda fshatit? Rini. Rini ka pak, ka një ketë. Shumë pak. Ketë, shumë pak. Ko prej familjeve që kanë bizneset veta? Këtë fshat? Vërtimtari, apo kujti? Kanë biznesë, punojnë që me në të ndaj, punojnë, kanë biznesë të vetë. Jo, punoni diçka? Jo, në të shpijë, bëjk. Ajte, po kalëm tek pjesa bujqësis. Çka kultivoni? Tash për tash e për momentin edhe në gëmejt vetë. Vesh grum. Veç pak çka të mundesh, a? Grum. A, grur, po. Grum. Edhe kom pas punu dhe pak bëbësën e me këto, a më tash t'i kom donë. Dhe s'u kanë me, jem kanë shku, jem me dhe. Kur kanë me punu? Ndoshta edhe s'po ka shumë lavërdi, a? A ja vjen sot me u marrë me bujqësi? S'ka, për ti po jepën që ta subvencione, se s'ka lavërdi me punu veç. Jo, keni marrë subvencione? Nga për to ka qështë, të paguajnë kështë, këta se, të qështë grunin të paguajnë. Edhe që atë grunin që të ashtë qaj, shetë mërë në tina, se më s'milionar ashtërë. Këtë. Në shumë pak, kom taku sot banur në këtë fshat. Ka munden me konë të ashti? Ka për ftaft. Ftaft? Dalit, është pak, se ka, po, zdalit se ftaft në rejë. Jeni me Ramazan? Zot ja u pranoft. Si është atmosfera kur vjen iftari, kur afrohet iftari? Jo, për të shtu njëra, në ka është, që me thonë, që flatë, me thonë, jo më të është, jo, më ushtu, jo. Edhe ushtimi, ushtja e ujit, edhe e ushqimit, ato të morën të nërë. A më konëm që zhek e të nërë. Ja, mos mu përmen heq kjo Ramazan, shumë letë. Unë kom ninu edhe të prashit, të fshin, me kumbaj të fshin, me maqinët, me maqina këtë në herët, kom punu, në ato të fshin, kom punu. Të shti kashtën me... Edhe atëhere iftari shumë vonë, temperaturat e larta. Po që është të kemi ninu. Kemi ninu. A të ka mbet në i shok të brenda fshatit? Në i shok, a e ki në i mëshator? Kom, janë da. A delni kështë me shëtit, ose a keni ndo një vend që bashkohni dhe kaloni ko bashk? Se s'ka mbet me kërkër me shko. S'ka. Ja me ndëm, pse ka ndryshu, pse ka kjo ko? Të bimi këtë bëhat në i kërë në i sanë të shtë, po, sa për ashtë të. A ju mungojnë kohërat e dikorshme? Po besoj këtu fshati... Që onë për zorë, kam shokë edhe së në bashkohemi, së në shkem këmë bashkohë, s'kem këmë ne. Po besoj në kohërat e ma hershme këtu fshati ka qenë i stërmbushëm, a? Nga njerëzit. Po dalë për jashta. E kur ka ndonë mas shumëti, po më duket edhe mas lufte. Mas lufte ka dalë më shumë. Edhe Edhe para vitet... lufte ka pas, po mas lufte. Edhe nga viti 2020 më duket shumë të madhe ka ndonë. A shumë që atëra ka dalë, s'ka betë kërë pas. Gjamin jemi të e pa, shkollën e keni? Dy gjamin e Dy gjamin e keni. Apo shkonin to a heq, a veç e keni dy? Aja që shkojnë nga nalta, që shkojnë të kjo rrimi natë. Në këto i keni ma njërë. Shkolla është fillore, a? Shkolla fillore, jo të erin, po... Drit nonten? Po. Të nonten që është. Mandejt mesme në kalojnë ku? Në Ferizaj, a? A, e keni edhe në Vitit? Në natë e keni. A keni transportin a ju? Ka autobus? Po, ashtë, i do të në pagu, për hikë. Ati në shesë, komuna për një mana që një mana këtë. Që shkom zonë se? Mërgota sa ka kontribu për fshatin? Mërgota. Ka investu diçka, ju kanë qut holla? Kërë mi qëtë holla? Banorve dhe ju me investu diçka? Që shpi qanë. Kushe ki tonë në e qanë ty e zonë. Po, kështë për fshatin e kam fjallin. Edhe për fshat ka pak, që jo. Dëpta. Që?
Që kështë ka marru edhe atë që këna dhe na. Bashkarisht. E kena një në dhe vetën, në bob në luftë e ra, ju pas një që këtë pritnë, se që ta e kalzojnë. Shumë bukur duken prej këtë. Neve në kanë bra pa këtë. Dy qikat këshërin të i kanë bra mu. Dy qikat vesra shkollë, si lëpë. Dy. Njëve kanë plagu, tri. Një gruet këshërin të apet e kanë plagu. Është katra neve dhe një. Që të më thonë, në këtë fshat ka, të më thonë, ka dhe shumë viktima. Sa viktima mund të me qenë brenda fshatit? Në shka shumë, në 6 janë viktima edhe që dëshmorë kanë basi kështu. Po e pashën një dëshmor brenda fshatit. Ja që edhe një këtu është. Edhe një këtë, ende s'kemi apit. Alimi që është. Po këj më dhe lësanë është gjakë jo. Tashmi. Ajo që e hoxha muzike. Po. A këto është dëshmori Edhe kënë ato e alimi. kanë vra, po. Po, më hoxha muzin. Që këtë ishin Mitsakolli dytë. Po. Që ka një në bunker. Në bunker ju ka një, a i në Sahareko vra. Sare. Tashmi ju pyt. Sa i... Te ka shkojnë barancët, te kanë qurë ka vdekë, se ka një bunker shkrive. A kjo vra në Saharekën, të mo, me që gatë të kërë lufta, e kanë ratë të një zemë sa përkë. Se filloj me u poftat, tashmi ju pyt sa i një mikë vritësa. Sa i një mikë vritësa. Për shkatë ka nevoj të jemi. Vazhdoni me i boj tradita tamam që kemi na si shqiptar. Në po që tash në ka hupë kja. Kanë hupë Se ka upë që kje? Kanë hupë, kanë hupë nëse s'kama. A na, unë ku pas 4 gjyshin tem, a e ka pas kullën, kush ka mujt ka hinjat e ka umër, ka pi, ka najt, në 2 netë, një javet, sa ka desht, që e kena pas kullën. Po tash i kena pas da oda, edhe që thënë oda. Po, qka e nodat? Edhe i kena pas, vjesh për nda, tash është bashkë. Kuzhina në salon bashkët. Ama mirë i kemi pas dikur asat. Atëhera më mirë ka unë. Atëherë ma mirë, ko kanë orë shumë musafer. Kanë orë musafer, kanë najtë i veç, granimi kanë najtë veç, nësë kanë përzi atëhera. E sa të dhëtë më përzi kejtë. Me kanë përzi, të është bjenë pëzon një larti, eshtë jem rana, në kurët, qysh me najtë. Ka kështë e ki pasodën kafjet, ka hongër, ka pijike, që qëtë, ka hecën. Atë është kumë. Qa me ndonë, a kanë me u këthjo ato kohëra? Valla zarë. Problema? Ja, shtirë, po të është po ikin kretë, këmë ardhë të kohëna. Po shkojnë Gjermani, po shkojnë Zvicra, po vinë më këto, jo, me më të. Si dihet jetës mundet me të mundru? Valla, shtira me ardhë të kohëna, shtira me ardhë e kohë. Po më duket po e dojmë këtë jetën ma moderne, tash ma Ta shumë. është jetën që tjetë dojnë, moderne. Demokraci, liri, demokraci, pavarësi. Shpijat ku i kanë, spidojnë, po dojnë, po shkojnë banesa. Kështë mujtë me jetu në banesë? Shkartë. Shumë parë banesa më jetuone, ku hajem, ku jetë banesa. Jo, Ke dalë të shëti, të moroj, ajrë të poste. kam pse me jetu banesë, e kom katunin të. Pse me jetu në banesën? Me shkuve pa viti, nëse kajtë i tha e shtogit, kajtë. Me shkuve pa në i shtogin, me najtë atë në i shtogin. Sërrijet, te që ta e kështë e këshyri shtogin. Nuk është vendi Te që ta e kështë e këshyri shtogin. Qa qiti puna me stëk? Qa qiti puna me stëk? Qa kito këshyrë? Këshyri televizorin me, i shtogin që që 2 programa. Të Të pëlqej? të këshyri. I këshyri të taj, a i që shë patanin, që vëdet, po, jarra jamna. Shka folin të shka pasë. Te që ta. A ju falendroj për shkuhen? Falem verë, dhe kështë asi, po, s'pata qevi që më qetin kamerët, ashtë më qetin Skali dhe kena bo një, e kemi bo një bisid, një muhabet shumë të Po, mirë. nështë s'ku di shka dhe folë. Je, shumë mirë ke folë. Jemi me misimin katuni jem, që i vizitoj këtë katunët në Kosovë, se ka rastis me po. Ko? I vizitoj këtë katunët në Kosovë, Po, që ajo jem, katuni jem. ka valla nështë e të këmpane, katuni jam, po, ku kërë televizar. Po, që ato. Që shkoj gjithë ka, që ajo jem. Po, Falemderit po, shumë. qëra, Përshëndetje. Si je? A i mirë shpejt? Po më shkel. Yes, Kustanin. Qish po kalën jeni banor të shotit? Po, shotit si gjilegon. Po, skifteraj. Qka ishe të punu, po këtheni nga puna? Ja, jam të shku prindin e kam qatë, jam të shku të prindin. Në prindit. Po. A i në nora të punu diçka? Po, ama jo për momentin qena të punu, po me qena të shku me këshyr diçka. No, Përgatitjet. Po. Shumë mirë. Si është si fshat? Si janë banoret? shumë mirë. S'ka ma mirë, vallo janë shumë mirë.
Për çka njini? Për bujqësi. Për bujqësi. Po, për bujqësi. Ka prej familjeve që mbahen vetëm me bujqësi? One mas pare jam një vetëmi, edhe jam ma jene me fshat që mirë me bujqësi. Po duke në shumë i ri, sa vjeç jeni më falë? Ja, që ma shiri 28 vjetë. Ja, i ri. Po. Ka shumë familje që mirë veç me bujqësi që bon, amo janë ka fermer të fort. Po. Ka ma të fort se one, ka ma pak që mirën. Po unë kam një 27 hektar të punu, amo ka ma shumë që punojnë, ka fermer të mirë. Shumë është fshat i mirë, janë zotë, sidomos kërë është kua që për me punu bujqësin, s'kisha shekë, veç traktora. Po. Nuk po pëlqen që e keni bos zgjidhjen e duhur me qëndru në Kosovë, me jetu edhe me vepru. Valloj që ka shumë jashtë, fshati jonë është shumë jashtë, fshati jonë është shumë jashtë. Ne kemi sigurt, a dalja ne? Po, Se po hinë rrot kën. A pendal pak, tër. Po, se qëtëm qatje S'po bëj ka. Se qëtëm qatje? Ha? Se qëtëm qatje, në ashtë në rrugë. Hajde, a shkon, a pendal dikun edhe flasim tamam. Hajde. Hajde typi qëtë. Bara, okej. A kuxoj? Po, ditë nejna ma leti. Ha, Shumë ma mirë. Hajde. Agro dordi. Po, Po rrinë që shëmë. po, okej, se shpërdem. Në shpak. A me mbyll dire? Jo, dhe që. Okej. Apo na qënë të boba? Të kosh? Ja, Te boba, ko po shkojmë? është largë prindi, veç që të, po mëna me folë që du qëtu se shumë largë është. Po, Shumë mirë. Qësh po kalonin në fshatin skifteraj? mirë valloj, shumë. Jeta është e mirë, fshati është shumë i mirë. Ma nur nuk është që po takoj edhe aq. Ka jën? Po, tash të është edhe pak Ramazana, vedet, tana në është një shkok një qasaj, mo e shtë. Okej. Shumë Ju a jeni me Ramazan? Po, normal. Jo. Veç fshati është shumë jetë pëntur këtu. Fshati çdo familje është shaponana, më dhe nuk i nevoj me minimum kërkojnë në fshat, është që ashtu, adi këti kanë mundësit me punu. Edhe gjitha familjet po besoj e kanë një jetë ashtu normale, nuk ka prej atyre familjeve me kushte të skajshme. Kushte dopta s'ka familjen, fshatin tonë, më nësh me gjithë nashti këtë një, Po. këtë fshatin, ma shumë s'më nësh me gjithë. Përveç se jeni Se punëtu. Edhe jam punëtor, po edhe i kanë mundësit me punu për shembull së qelja, bëti nuk Po. është që për shembull s'ka mundësi, se për shembull te une mundet me punu dikosh, bëti te çdo është një për shembull një katonor, e merr një ku i shit veten, që ai ka punë maleksh, bëti merr punon, ka firma të forta. Keni vllazni ju apo Po e kam jeni? një vëlla jashtë është, vllavin e kam jashtë. Po. Pas ke bozën pak shtë, a? Ju kanë ndihmuar sa do pak Po, që me shjo. të holla bilem. Po, ja, shumë na ndihmon vllavi. Keni pajisje tjera përveç Kena, kësaj Rakovica, a Rakovici keni? Lamborghini është. A Lamborghini. Ja, që po më përzin, qëtu Ja, sëren me i daluhet, që po më rëndësin po e din jonë. Po, i kem një traktora 4 i kem. Një ma të vogël janë tjerë, kjo është pak ma i molli. Vllavi më ka vlej, që është në Francë, po. E deshone që diçka Ja, të vllavi më ka ndihmon. vlej. Po, normal, ja, s'tash që së më ndihmon. Po, po. Mirë, Gjitha po, veprimtarisht bashkërisht me Bobën. Po, prindin e kam 75 vjet, ama punon shumë. Shumë të pesë Po, edhe shumë një si me juve, 28. Ti shkon ai me fol kish, që kallzon, unë s'disha me të kallzu. Po bre, po Po. mbet marak me na tregu E. diçka për historinë. Mandej po më vinë mesazhet, je fshati e ka këto fshati ato kur hyn fshat. E ka, po. Disa ikun, disa nështë nuk dinë edhe më tregu, kështu që as foj jem, s'po mbetet. Ja, fajs, është te ti, është e na, po. 1400 fshatra i ka Kosova. Po, Unë su i minjoft 1400 se cilën për histori që e ka. Naj veçori tjetër të fshatit, po mi në kështë shumë të bukur. po mine E rrëtuar me malde, ajri pastër, shtëpit e bukura, edhe pastërtin e kështë. Çdo familje, çdo shtëpi e ka një jashtë, ka një, dy, apo Një bazament, kështë. çdo shtëpi e ka një, dy jashtë, apo gjithë. Mas shumë të që mirën këto fshati me bujësi gjithë mirë, gjithë. Tash po kalojmë Amo tek pjesa. tash te unë për shembull aty kisha hik shumë fermerë kisha hik, shan dama të ri. Jo kështu të ri në mosh, po për shembull shamirët me 1 hektar, me 2 hektar unë si kisha lënë më. Veç mirë, me apo punë ma shumë. Po shaj ka për 10 hektar lejet mirë, se po na po di po Dëmtohni Po që dëmtohemi na punoni që- ma shumë, e ndoshta Po- ju jepet hapësira atyre që kanë ma Po. pak. Ju për kuptova. shembull e ka një rrugë, edhe hajt veç ti punoj 2 hektar të re, tana punoj rëzën çmimet.
filloj edhe shiu. Valla nuk arritëm na bo video, bili të këshëm ditë më drejtu këneme. Po ata vinë për shembull na jarëzojnë çmimet sana. Po, rini sa ka mbet brenda fshatit si ju. Shumë pak. Shumë pak. 30 s'ka. Moshatorët kanë ika. Vallai, moshatorët e me asnjë më me të kallëzuar, ai janë 2, 3, 34 vjet për shembull me një klasë më kon. Më me të gjithë 2, 3 në fshat më shumë s'ka. Po. Kanë dalë jashtë. Këtë jashtë. Tani që një ditë do të kthehen. Asha zotin shumë shpejt, dhe kam jarë rani, besoj se asa atje unë të vllavi që një djali më komor, edhe atje me këshyr mi zonë, me këshyr me argjime me sene, edhe atje s'me t'ke kur gjabë, unë për vejt ja kum pa ojrin shumë bujqësis. Shumë ja kum pa ojrin. Ja vlen? Ja vlen më mirë me bujqësi. Një mesazhe pjarinis. Ja vlen më mirë me bujqësi, amo edhe ka punë shumë. Amo është punë e vazhdueshme. Puna më e pashtë me bujqësi asnjë nuk është. E bën tamam me djerës. Po. E rronë është, amo edhe e pashtë është, se për shembull e ki non-stop në ajër të pastërt. Apo dhe, non-stop. Çdo san që e bën, je për shembull në përora, ajri i pastërt, çdo herë është. Sa lodhesh ki dhe benefite për organizmin. Amo për shembull, më mirë me bujqësi nuk e di kur është e tillë. Nuk e din njerëz kupton. Kur është e diell për shembull që ki çdo ditë tek i punë. Çdo kush e ka çdo edhe e shton e diell, për shembull te na s'ka e diell. Apo dhe. Për shembull te na është ditë pune, komplet jova. Ja shtën shi, pushon lo 2-3 ditë, apo dhe. Mish kur të ftoftë çon. Po. A me për shembull më kon edhe ftoft më kon s'ka lidhje, jam veç mos kem borë dhe shi. A s'to shkoa mirë na gjithë na të punu, gjithë. A ka momente që brenda vetës thu po e lodhe, po e ndroj punën. Ja, kur njëta edhe kur se ndroj eq. Po e do ishe me shpirt. E dua edhe kum. Edhe ja ke zofije. Me zemër e punoj, ja bëj se bëj veç fajt i zorit, bëj që nesër ta ndroj punën tim diçka kur njëtë eq. Po për fund, ju ka pasuru kjo punë? Ju ka pasuru? Ju ka bo ma të pasur? Po, shumë. Kisi pesh edhe prindi ka punu, njëra ka punu me motrat, bujësien, shumë, tana na kon djem ma të vogël, sa një mas 4 qikave. Ja, edhe po, i molli, po tana amo ja këna pojrin shumë bujësis, shumë në kësam. E zoti pas ka me javon edhe ma shumë se po e pranon. Se unë si du njerëzit që... Ja, une... Kohën ashtu jes kemi një... Ja këna pojrin valla bujësis, kallëzoj, s'është, po, shumë. Edhe në i veçurit fshatit nëse ti me nga të regu mirë, nëse jo e përfundoj me kash. S'disha me tonë. Atëherë veç që ju falendroj për zëmërësisht për kohën, ishte shumë knaci. Inshallah shimi veç për të mirë. Punë të mbarë. Edhe ashtë jeni me Ramazan, Po, me Ramazan, faleminderit. Zoti ju dhosh bereqet. Po shpresoj që takohemi ndonjëherë dhe i pim nga një kafe. Amen inshallah. Faleminderit shumë për juve, ishte shumë knaci. Çdo të mirë. Vallai veç shira. O gani, apo flasëm? Hajde mëre, e pas ka po mbrom epizodin, a? Atë mot na pak që të? Di. Ja, që nuk shen njëri me sy, asë edhe një banor, deri me tash. Këto munde me prit deri sa del për në i shitje. Mja marë një thes me patate, për iftar me bo, kumpira. Përshëndetje! Si jeni? Dorontina, si je? A je mirë? Me shëndet? Mirë, Qish po kaloni? Mirë. Botina kam mori me, Ramazani i shkurt. Qish po kaloni me Ramazan? Mirë. Zoti ja u pranoft lutjet. Amen. Apo ju vjen vështirë? Jo, mëre, dita shkurta. Sa Ramazana i ke agjeru deri me tani? Una? Po. Ku më ngjeru një 62. E lumi ti për shpirtonin. Po. Mashallah, sa mirë. Sa më po 81 vjet i bona. Mashallah, djali i ri. Po jo i ri. 81 është si mi bas 41. Po. Po, kështu po dukesh i fort, fet. Në kom tua, tu shetit, shumë mirë. Çfarë jeti po botën këtë fshat? A? Çfarë jeti po botën këtë fshat? Çfarë po nëni? Çfarë po bëni? Mas shumë ti me bujqësi, fshati jo mirë. Mas shumë ti me bujqësi? Me bujqësi, po. Jo, pensionera? Pensioner, tashti. Shetit një kapak? Po, në gjamis të po, im që hoxha në herë. Selam hoxh, si jeni, ajni mirë? Mirë, faleminderit. Mirë.
Kemi dalë xhirimi e fshatit. Si jeni, ajni mirë, ajni Po lot. kaloj, mirë jemi. Jo? A ne, me Ramazan Që shpo kaloni, Zoti ja u pranoi. shumë mirë, nuk ka qysh më konë ma mirë në gjemoti mirë. Koha është e mirë, e përshtatshme, gjithçka është në rregull. Apo ka shumë prej banorëve që vinë? Po zakonisht namazet ditore pak ma pak, në drejk edhe në ikindi, por në taravi po vinë pak Taravi ma ma shumë. Se janë edhe njerëz në përpuna, gjymon kuptohet ma është xhamia full, E rëndësishme dikur me ardh. vinë po, vinë. Për fshatin, çka keni më na tregun ndonjë veçori, ndonjë histori shpejt me që e keni kohën e faljes, ndonjë historia ka fshati? Që ja vlen me Unë cep? nuk jam nga ky fshat, unë i fshatit afër këtu jam. Me E që kjo hoxha ju ka dhënë historinë Ju jeni ata. pro i lirë me që nuk jeni nga ky fshat. Shumë Nga cili fshat jeni? faleminderit. Unë jam afër fshatit Mogill këtu. Do shihemi ndonjë ditë tjetër. Kalofshi Me bukur. xhirimi atje. Faleminderit gjithsesi për kohën. Ndonjë veçori shpejt për fshatin. Vallaj, mirë fshati, kanë punu vallë. Filloi e zoni, më do të më ndërprej dhoni. Amen. Zoti ja u pranoft, Amen, faleminderit, amen, shëndet, amen, çdo të mirë. amen. Hajde. Mirë se vini bashk atë dhjetor, shkronjat e UÇK-s, po e komentojmë edhe për pak qaste, vetëm pak qaste për shkak se nuk është që kem diçka çka me komentu në këtë pjesë, koha i rash mësysh, na u presh ka fillu era e madhe me fry, varrezat e fshatit jam të i po, lëvizje tash kanë fillu pakës më shumë me që po i afrohem dalë nga dalë edhe kohës së iftarit, edhe njerëzit kanë dalë me i bo blerjet e veta për me përgatit dorken, po ashtu fëmin të i morë nga shkolla, e kështu që këtë lezet e ka fshati, me i po kështë në levizje banurt. Edhe një tjetër market jem të e po, edhe një tash veç kemi fillu me u lodh, edhe një berber honi jem të e po, e bujarit këka, inshallah ka pun. Qka tjetër? Do mundohemi më shumë me kalu me pomje, e ma pak komentim, informacionet saj për këtë fshatit, u mundua me i marrë në bazë të banorëve, për atë sa patëm fatin, sot me i taku, si që ndëgju tash jemi edhe në kohën e Ramazanit, se po na bje shpesh me përmend, edhe thanë njerëzit janë edhe flejt, edhe në përpuna, është e kuptueshme. Se pas kanë lënë këtë shtëpin, me tulla, kështu e djegur në fakt kull, po më duket pas ka qenë një shtëpi, po dritarët penxhiret nuk i kanë ashtu tamam si kulla, por njënën do të me konë, kulla shtëpi. S'ka rëndësi, sa e bukur është pomja prapa ondit, atje pra ku janë shkronjat e UÇK-s, është një pjesë shumë e bukur e fshatit nga këtu që ka po arrim ne me po, shefeni pluhur, era me të modhe ka fillu, po na qërën konzia s'ku i lash syzat. Pas ka marrë molle me po kësi këmbi, kësi këmbi këty në herë si kanë qenë. E qka mundet me konë kjo? Qa mundet me konë kjo? Qa është kjo? Ashtë qendra mjekësis? Oda? Oda? Po, Eriko. Jam të e po edhe odën e fshatit, e cila tashme po e dinë shfrytëzohet për ditë e mira dhe jo të mira. Edhe një tjetër lapidar nuk munde me kalu pa u afru edhe me lexu, të shofëm se sa emra janë në atë lapidar nga larg, inshallah arrim me lexu se ka fillu me malsho dhe shikimi. Pa, flamuri sa bukur valjan. Flamuri i ushtrisë lirimtare të Kosovës. A mund super, e pas kem derin hopën edhe afrohemi. Do të me nëzitu ondi për shkak se kanë fillu ca pika shiu kështë të imta, ko pas kohë. Dëshmorët e lirisë nga fshati, Skifter, lavdi gjithë dëshmorëve, jo vetëm këtë fshat, po gjitha ndej trojeve shqiptare që e dhanë jetën për lirin që ne sot e gëzojmë. Shefeni fëmijët, shetitën të lirë, lozin, knoqen, fshatrat ku në shoh fëmijë knoq na krejt, ta jep ndjesin tamam fshat. Po fëmija jenë shëhreti, bre ku do që shkojnë, ondi kap janë bojmë. Këtë pjesën, atë pjesën, po më duket se këtu veç është fundi i kësaj rrugice, nuk ka një pomje shumë e bukur nga këtu që po e shoh, na u presh koha, ani thejsh ajo më veç trashe, ma mirë kanë thonë është me bojtë se me kojtë, kështu që
A është kjo rrugica e fundit e këtij fshati? Qa pëthu? Apo, salla e pritjes Skifteraj. A thonë nga kush është ndërtu me siguri banorët e fshatit. Edhe pak mërgata, po dihet. Nuk do të me ja humbë. Miqtë e mi, koha ka fillu me shiktum, do të me u përshëndet dal nga dal me juve, edhe jemi në prag të iftarit, banorët ma kanë mbush kesen rrugës Naze Iftari, sigurisht, kështu që ju falenderoj edhe sot që qëndruat me neve, takohemi në fshatin e Radhes, mirëmbëjtje!